shkruan Kolec Straboini. Miliona mesazhe dërgon autokrati në drejtim të zgjedhësve. Mesazhet e tij si stuhia e karkalecave pushtojnë gjithë qiellin elektronik, e nuk lën gjithë të blertë mbi faqe të dheut, e nuk është çudi që në këtë delir madhështie, drithërim, rrëzimi me votën e popullit, ti ke dërguar një mesazh edhe vetes. I pangopur në pushtet, i etur deri në çmenduri për qenë baba i kombit kur autokrati nuk është tjetër veç shtrigu i kombit. Sinonimi i makutërisë është një përsëritje komike të gjithë diktatorëve që kësisojnë nisin e bitisin, që përshkallëzojnë uzurpimin e pushtetit pa u ndalur nga arsyeja se pse logjika e tij qytetare është e lëkundur, sepse ata që aspirojnë autokracinë e pushtetit të pakufizuar nuk u konvenon liria e qytetarëve, por nuk është e keqja vetëm tek një njeri patologjik në babzim për pushtet, me keqja janë vëmjet që i vijnë nga pas dhe mbajnë në pushtet, aparati instaluar si një mekanizëm i metalt, një lloj prangash sociale që atrofizon mendimin qytetar. Pas ti, si skote zezë janë uritët që nuk e duan dritën, e me që nuk kanë vetë sy ta shohin, duan edhe në të tjerëve të na lënë pa dritë dhe në errësirë. Një pjesë uritëve po vinë edhe nga Kosova, se ka urithë edhe andej. Vinë të votojnë në Shqipëri, duke mos pas të drejtë të votojnë këtu, sakoj që ne qytetarëve të Shqipërisë nuk na lejohet të vemi të votojmë në Kosovë. Por ky autokrat që ka instaluar në Shqipëri një diktaturë e pushtet personal, i ka marrë masa duke shpërndar karta identiteti shqiptar me shumicë në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e kudo, duke u dhënë madje nga 2 karta. Punishtet e kartave të rreme punojnë me shumicë në Tiranë, shtypi zbulone, policia ngre supet, e natyrisht, kësaj nuk është çudi të fitojë me një shumë sa 2 fishi zgjedhësve në Shqipëri. Nga babzia ka humbur kontrollin e vetvete se jo më të drejtojë një shtet normal, se në fakt ai është shteti dhe pushteti, legislativi dhe ekzekutivi, ai është prokuroria dhe gjyqi, është zoti, është mbret, është diell, ai nuk do t'ik. Se natyrisht si do të bëj ky shtet pa diellin e tij që konvenon me errësirën tonë. Ai është fataliteti ynë, por unë që kam shpëtuar nga diktatura e komunizmit një herë, nuk e fus më kokën në një diktaturë tjetër të një njeriu që punon me një platformë vrastare për lirinë e demokracisë në këtë vend. Kjo pjellë tinzare e komunizmit është si një virus me imunitet nga çdo lloj antibiotiku në trupin e Shqipërisë, së cilës i ka sjellë shumë ndime që nuk është vendi këtu të përmenden, por koha do të vijë që të shkruhet gjithçka për ta vizatuar kësaj përfundimisht portretin e shtrigut të kombit. Mënyra më e mirë për ta vrarë lirin, qenë ka që të dalësh ta kërkosh me zë të lartë në rrugë në momentin që ajo të shfaqet, ta qellosh në zemër. Këtë ka bërë dje po bën sot autokrati, por unë shpresoj tek popullim, tek dëshira e tij për liri e demokraci të vërtetë të pakushtëzuar. Shpresoj se njerëzit do të binden më së fundi se demokracinë nuk na e solli si tort në pjatë ky autokrat, mendje errët, i qorruar nga ambicia e pushtetit, por e fituam vetë ne, populli, e për atë zot. Mos pyesni se kush na qen ka ky autokrati. Nëse jeni molepsur nga shashi ideologjik, është e lehtë ta drejtoni gishtin diku larg në kaun tjetër, kur atë mund ta keni fare pranë, jetoni në hijen e frikën e tij. Por nëse jeni i lirë në ndërgjegjen tuaj, nuk do të nguroni t'i vini një emër, ta stigmatizoni e ta rrëzoni nga pushteti, cili ndoj që inspiron tiranin mbi ty. Liria e demokracia pas ka kërkuar nga ne shumë sakrifica, ani pse kanë kaluar kaq vjet, e duhet të ishim të plot në lirin ton, në demokracinë ton, në mirëqenien ton, në mundësitë tona për një jetë më të qetë, më të begate, më të bukur. Nuk mund populli të gënjehet pafundësisht, por nëse me ndërgjegje lejojmë të gënjehemi sërish jemi të vrarë, se duke u vrarë demokracia, jemi të vrarë edhe ne që inspirojmë atë, por edhe autokrati duhet ta di mësimin historik, dijet e të mençurve të kësaj bote, se nuk është as i përjetshëm as i pavdekshëm, se mund të lëndohet një brez njerëzor, mund të vritet një tjetër, mund të mbahet me gënjeshtra akoma dhe një tjetër, por liria e demokracia janë si dielli, sa do të zgjas nata, nuk ka qarë pa dalë.